Pas zgjedhjes së projektit Transadriatik të British Petroleum për tranzitin e gazit nga Azerbajxhani në Europë, ka nisur studimet e para në bregdetin jugperëndimor të Shqipërisë në veri të qytetit Vlorës. Qëllimi i studimit ka të bëjë me mbledhjen kampion të dheut fundit të detit afër bregdetit shqiptar përgjatë kursit planifikuar të gazsjellësit. Studimi i fundit të detit po kryhet nga projekti TAP me mbështetjen e nën kontraktorit Apollonia, lider italian në inxhineri. Sipas menaxherit të TAP për Shqipërinë Albert Hak, analiza e gjithëpërfshirëse e fundit të detit është e nevojshme për TAP në mënyrë që të vendosë kursin e saktë në thellësi të gazsjellësit, por gjithashtu edhe për punimet e mëtejshme inxhinerike të gazsjellësit. TAP ka përfunduar një studim të ngjashëm të fundit të detit në detin Adriatik në Itali pranë Sanfosa. TAP, i cili është një nga projektet e korridorit jugor të gazit, është projektuar për të transportuar gaz nga rajoni Kaspik ndërmjet Greqisë dhe Shqipërisë përmes detit Adriatik për në jug të Italisë dhe mëtej drejt Europës perëndimore. Gazi që do të prodhohet gjatë fazës së dytë të zhvillimit të fushës së Azerbajxhanit Shah Deniz me gaz të kondensuar konsiderohet si burimi kryesor për TAP. Së fundmi konsorciumi Shah Deniz e bëri TAP një kurs prioritar për eksportin e gazit azer në Itali. Aksionerët e TAP janë EGL e Zvicrës, Statoil Norvegjisë dhe E.ON Rurgas e Gjermanisë. Gjatësia totale e gazsjellësit është rreth 800 kilometra. Kapaciteti fillestari i gazsjellësit të TAP do të jetë 10 miliard metër kub në vit, e zgjerueshme deri në 20 miliard metra kub në vit.